Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, sot jemi në kushte shumë veçanta. Si ditë feste që është sot për shqiptarët kudo këtej kufirit e andej kufirit, ne do trajtojmë një tjetër ngjarje historike. Si sot, 55 vite më parë, në Shqipëri luante Gjermania. Kombëtarja jon luante me Gjermaninë perëndimore dhe kush më mirë se publicisti, gazetari Uvill Zajmi mund të na fliste për këtë ngjarje historike dhe për të na kthyer pak në kohë me të gjithë dinamikën e asaj ngjarje. Tani, përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj, zoti Zajmi, shumë kënaqësi të kem në studio këtu. I riktheheni asaj ngjarje të madhe, pra të 17 shkurtit të vitit 1971, pra 55 vite më parë. Një festë e madhe ka qenë për festë sportive, por edhe më shumë për gjithë shqiptarët. Ju na keni sjellë disa foto shumë interesante, po fillimisht tani na tregosh që me larjen e duarve, që kur erdhën datë 15 shkurt, si dinamike ngjarje. Ajo ka qenë vetëm një ndeshje futbolli, një eveniment sportiv shumë më tepër se sa një eveniment sportiv, sepse në Shqipërinë atyre viteve shumë pak kontakte me botën kishim, edhe pse jemi në periudhën kur Shqipëria, pra rinia gjithë pretendonin për hapje, por sporti ishte i vetmi kontakt masiv, kontakt i afërt me Europën dhe me botën. Ardhja futbollistëve, sportistëve, basketbollistëve, pra në Shqipëri sikur na sillnin afër pra Europën, botën. I tillë ka qenë dhe ky takim, i shumë pritur, kemi qenë grupin e 8 me Gjermaninë, Poloninë edhe Turqinë, dhe i shumë pritur me Gjermaninë. Gjermania ishte hera dytë që do vinte në Shqipëri pas 67-s, 17 dhjetor në 67 u eliminuan, 17 shkurt të 71-shit. Ne në 4 vite nuk morëm pjesë në asnjë veprimtari sportive, pra për arsyet e kohës, për çështje absurde, dhe kthehemi me Gjermaninë. Por si e ka jetuar Shqipëria atë takim? Ajo ka qenë jo një ndeshje futbolli, shumë më tepër se sa një ndeshje futbolli. Nga momenti që u mor vesh nga shorti, pastaj duke filluar nga dita hënë, kur Gjermania zbriti në Shqipëri deri të mërkurën kur u largua. Si është përjetuar nga Shqipëria, nga Tirana dhe shqiptarët ato 2 ditë? Ka qenë gjykoj një blackout total, unë e kam përjetuar nga afër dhe kam në kujtesë me detaje, e ka përjetuar nga afër çdo moment të ardhes së Gjermanisë. Ajo që është e veçantë atij takimi se Gjermania shëni, trajneri shën, pas eliminimin 67-ën, solli ekipin më të mirë. Është ekipi më i mirë i gjithë kohërave të historisë futbollit gjerman, duke filluar nga Sepp Maier, Beckenbauer, Overath, Müller, Netzer, Grabowski, gjithë skuadrat cilët pas një viti dolën kampion të Europës, sepse edhe ndeshja ishte për eliminatorët e kampionatit evropian të 72-shit dhe kampion botën 74-ën. Dhe ne shqiptarët kemi patur fatin të shikojmë në Tiranë. Pjesa më madhe, një pjesë e madhe në stadium, rreth 20.000 veta, të tjerë në televizor, në ato pak televizor dhe në radio, me veshjet në radio, në komentin e Ismet Bellovës, Skifter Këlliqit, pra, por si e ka përjetuar Tirana atë ngjarje? E ka përjetuar nga çdo minutë, çdo sekond, sidomos Tirana, një blackout total. Gjermanët erdhën ditën e hënë. Në Europë kishte, në botë kishte një vit që ishte hapur pandemia pa epidemia e Hong Kongut dhe kishte mbritur dhe në Shqipëri. Pavarësisht se ishim të izoluar. Jo, kishte mbritur, bëhet një vit përpara. Pra në 70-ën, me ngjarje, me vdekjes, tip Covidi. Dhe kishte ardhur në Shqipëri, pra kishte filluar kufizimi, hyrje dalive të njerëzve. Po kështu dhe malaria, në Ballkan kishte ra malaria, dhe që me urdhër me meçeut njerëzit që vinin dhe që dinin duhet të dezinfektoheshin, të izoloheshin në radhë. I qëllon Gjermanisë. Dhe një nga këto ngjarjet e veçanta është sepse në një fotografi që kemi këtu mrapa është Beckenbauer në aeroportin e Rinësit duke dezinfektuar duart. Albumin e kam unë, ka një dhuratë e jashtëzakonshme që e kam në shtëpi, dhe ku ai ka vu këtë fotografi dhe thotë që në teksti poshtë Beckenbauer i lan duar nga imperializmi, pra që shqiptarët nuk lejojnë të futen, kanë bërë pak ironi, por e tillë është ngjarja, me urdhër me meçeu nuk mund të futeshin. Sidoqoftë ato erdhën, delegacion shumë i madh i tyre me gazetarë dhe u sistemuan Hotel Dajti. Nga momenti që ato kanë mbritur në Tiranë, gjithë Tirana ka qëndronte përballë Hotel Dajtit për t'i parë me mundësinë për mos i kontaktonin, edhe pse ishte e pamundur. Rrinin aty, rrinin aty, një ndër to kam qenë dhe unë, sepse llogaritesh as 15-16 vjeç për të parë Gjermaninë, Beckenbauerit, Müllerit, Everald, se vinin mas botrorit 70-s, ku ne i kishim një informacion shumë mirë për Gjermaninë. Pra u sistemon. Ditën e martë, ekipi gjerman do të bënte stërvitjen. Ekipi Shpresa u nis për në Elbasan
Ndërsa ekipi I parë do të bënte stërvitjen. Unë mendua që do ta bënin në stadium Qemal Stafa. Dhe Tirana pra që e prisin përballë Hotel Dajtit, kur skuadra mori rrugën, u vun mbrapa. Por ato kishin vendosur ta bënin në stadium Dinamo për të ruajtur fushën, me që ishte kohë keqe shi, dhe mendoni gjithë Tirana, policia rrugore nuk funksiononte asgjë sepse nuk mund ta ndalonin një popull, nuk shkolla nuk funksiononte, qendrat e punës jo, pra gjithë pas Gjermanisë. Dhe stadiumi Dinamo nga ora 10 deri në orën 12 që ato kanë bërë stërvitjen, ka qenë mund ta konsideroj si asnjëherë tjetër I mbushur, sepse dhe njerëzit ishin tek bordura e fushës për të parë lojtarë gjerman nga afër. Dhe ishte një eveniment I madh, se bësh fjalë për personalitete të jashtëzakonshëm dhe që ne kishim gati 1 metër, 2 metër afër të shikoja Gerd Müllerin, Beckenbauerin, Nedzerin, Overatin, Beckenbaueri jo. Sepse Beckenbaueri u nis në Elbasan. Në Elbasan lutë shpresa të martën dhe fitun Gjermanët 1-0, Breitner, Pernas, janë personazhet të asaj ndeshje, por që ajo që është e lidhur me rrugë me ndeshjen e Elbasanit është sepse ato I ranë nga qafa krabës. Dhe kur mbritën Elbasan, të merruar nga ajo rrugë, shi, kohë keqe, rrezikshmëria që kishte rrugë, kërkuan që në kthim mos kishte një alternativë tjetër. Kjo ka ndodhur edhe me Brigelin. Pra, dhe I kanë rënë nga rruga e vjetër e Peqinit në kthim. T'i dhanë siguri sepse nuk pranonin të ktheshin nga rruga e Elbasanit. Dhe ne që kemi provuar rrugë rrezikshme apo ja, veç në Gjermania, gjendesh në qafën e krapës lart me një lloj rrezikshmërie. Po ndeshjen e shpresë e fituan. E fituan 2-0. Pavarësisht rrugës e gjithë kalvarit. Pavarësisht, po bravo, diferenca është bërë në Elbasan. Tash rikthehemi ke takimi I Tiranës. Ekipi gjerman ishte e tham në Hotel Dajti. Ç'nothe me ekipin shqiptar. Ekipi shqiptar ishte grumbulluar në Durrës. Në Hotel Doniga në Durrës, bënin stërvitjen në stadiumin e Durrësit. Dhe në përbërjen e skuadrës I mbaj mend mjaft fëmijë lojtarët, pra ishin Parejot Pano, ishin Ramazan Ragami, ishin Koço Dinella, pra rreth gati 17-18, Maksut Leshteni, Mjal Gjika, zakonshmi pra Elias Çeço nga Dinamo. Dhe një ditë përpara ekipi vjen në Hotel Doniga në Tiranë. Hotel Volga kanë qenë në Durrës. Pra Hotel Volga dhe stërviteshin shkonin në stadium dhe të gjithë ishin kurioz çfarë taktike si do lunte Shqipëria, se luaja kundër Gjermanisë apo jo, nuk ishte e lehtë, nuk mund Loro Boriçi një strateg. Nëse unë gjykoj që Shqipëria ka pas një trajner strateg, një ndër më të mëdhenj, mos them më I madh I gjithë historisë, është Loro Boriçi, sepse tre janë ndeshjet e mëdha që Shqipëria ka zhvilluar. Jemi në vitet 70, kur pucët për atë ndeshje u porositën në Beograd. Pucët për futbollistët. Adidasit u porositën, firmës Adidas u porositën në Beograd. Erdhën pucët për futbollistët dhe ju morën pas ndeshjet, ishin detyruar të dorëzonin. Me drejt kthimi. Pra jemi për futbollistët, pra jemi në këto nivele që ne as këpucët nuk kishin futbollistët. Madje për parantezë, historia e 2 palë pucëve që gjermanët lanë në Shqipëri. Një palë I la Nedzeri në Hotel Dajti, I la Nedzeri dhe Pano Lulo, përkthyesi stomatologu, njeriu një personalitet I jashtëzakonshëm, I lidhur me sepse kishte studiuar në Gjermani. Dhe sa që gjermanët, ekipe gjermane vinin këtu, Pano Lulo I shoqëronte. Njeri I dashur, njeri shumë simpati, njeri human, perëndimor mentalitet. Dhe ishte miku më I ngushtë I Beckenbauerit. Dhe Beckenbaueri kur morën ndeshja, I la një palë kpucë. I dhuroi një palë kpucë. Këto kpucë I mori Namik Areci, arbitër, ishte futbollist arbitër me cilin kam arbitruar unë dhe sa herë më thotë këto janë kpucët që po arbitroj, janë kpucët e Beckenbauerit, numri 41-42. Ndërsa Nedzeri la një palë kpucë 47, sa që kishte këmbën. Dhe me ato kpucë, Pano Lule dha Faruk Sedinit, futbollisti Dinamos. Me ato kpucë kanë luajtur të gjithë futbollistët I venin pambuk përpara, sepse ishte ëndër të luaja me kpucët e Nedzerit. Kur I thënë këto sot duket diçka absurde, po kështu ishte, sepse futbollistët shqiptarë ne kishin problem dhe në veshmadhje në kpucë. Kazanxhi nuk luajti me Ajaxin sepse I konstatuan kpucët jo të rregullta që nuk luajti, pra historia e materialeve sportive. Kështu që ekipi shqiptar u grumullu dhe erdhi në Hotel Donika. Tash ti mendoni Hotel Donika, në hoteli I famshëm ku kanë qëndruar lojtarët, hoteli I historive të lojtarëve, historive të dashurive të lojtarëve. Aty janë bërë analizat e ndeshjeve më të mëdha. Aty Loro Boriçi nga I hotel u nis dhe mori barazimin me Irlandën e George Bestit. Nga I hotel që është ke bulevardi, aty ka qenë, me shoferë strefin e Partizanit, me kushte minimale, dhe aty ka barazu me Gjermanin, nga I hotel është nisur. Nga I hotel është nisë Ajaxi, që 7 mendori që barazoj me Ajaxin, dhe nga I hotel u nisë dhe ekipi Gjerman. Ekipi shqiptar në ndeshjen me Gjermanin.
Dhe aty janë bërë analizat. Aty Loro Boriçi ka thënë Astrid Ziu, përgatitur se nesër do jesh formacion. Dhe kur tregon historinë e Astrid Ziu, nuk e ka besuar, sepse ishte një kuriozitet, kush ishin lojtarët që do luanin, cili ishin lojtarët që do luanin me Gjermaninë. Pra, dhe Loro Boriçi, prandaj e konsideroj një ndër strategët, mos them më i madhi, në 3 ndeshje më të mëdha që ka Shqipëria, ka marrë 3 rezultate, jemi në vitet 65-70, e mendoni se bota kishte ecur përpara, me lojtarë, me gjithçka. Ne barazum me Gjermaninë 0-0, këtu i eliminuam, barazum 1-1 me Irlandën e George Bessit, futbollistit më të madh që mund të ketë historia e futbollit britanik dhe atij botror, erdhi barazoi 1-1 këtu. E pa besueshme. Tash vjen Gjermania, je përpara Gjermanisë dhe një nga Loro Boriçi, një nga zgjedhjet që ka bërë strategjia e tij ishte aktivizimi i Astrid Ziut, mbrojtësit Partizanit, si sulmuesi majt. Kush mund të numri 12, numri 12 dhe kjo është një tjetër histori. Pra aty mund të shikojmë Panajot Panon me numër 10, Dinellën, Bujarcanin, Teodor Vason, Astrid Ziun, Xhan Ragamin, Gzim Kasmin me numër 4, Mihal Gjigën me numër 2, Saba Bizin me numër 11, me numër 6 mund të jetë Teodor Vaso them, dhe me numër 7 është Ilias Çeço. Në numër 3 është Perikli Dhales është me numër 3. Kjo është një fotografi që e ka bërë një fotograf gjerman për treguar atmosferën jo të lojtarëve të ekipit shqiptar, po të stadiumit ku do lutet Gjermania. Po për fatin ton, kjo fotografi na sjell përveç ekipit, lojtarëve që janë, me një pamje e veçantë nga mbrapa, konfirmon numrin 12 me cilin ka luajtur Astrid Ziu, që është një ngjarje e madhe dhe brenda atij takimi. Përveç faktit që Loro Boriçi aktivizoi Astrid Ziu, një mbrojtës i majt, që të luante sulmues i majt dhe një ndeshje aq të rëndësishme, ka qenë një befasi shumë e madhe. Pra dhe ku e gjykoi Loro Boriçi se si, duke menduar që ato kishin një mbrojtës të djathtë shumë shpejt voksin, ky mendoi që ta frenonte daljen e atij në sulm dhe improvizoi këtë lloj zgjedhje taktike që përkohën edhe tani mund ta konsiderojnë ndër më të mëdhat. Nëse një lloj alla tornante që thotë gjuhën sportive, pra që shkon e vjen mrapa në një krah, italianët e aplikuan në 82-shin me Bruno Contin, Loro Boriçi e ka aplikuar në 71-shin me Gjermaninë. Ose Mourinho në 2010-2011. 2000 e ka aplikuar në 1971-shin me këtë lloj lojtar dhe Astrid Ziu ka qenë në lojtarë më të mirë fush, i befasoi gjermanët, ka patur një rast për të shënuar, sepse është edhe një majtosh shumë i mirë, dhe në atë krahun e majt ka luajtur jashtëzakonisht mirë. Befasia në stadium kur e kanë parë njerëzit duke kanë besuar. Dhe mos harrojmë një diçka, që nuk ishte lehtë të bëjë eksperimente në ato vite. Aq më tepër me ekipin profesionist. Nëse Gjermania do të fitonte që 5-0, rezultat thellë, s'po themi shifra, që Gjermania të mundte, Loro Boriçi do të kishte pasoja se s'ta pranonte sistemi asaj kohe që shiko ti që bëre eksperimente, në cilë bëndi me Gjermaninë dhe që humbim thellë, humbim derin e merat, si ndodhi mas 3 vjetëve që ne nuk morëm pjesë për 5 vite në pjesëmarrjet, për 7 vite në pjesëmarrjet europiane, sepse u mundëm nga Gjermania lindore 4-1, Shqipëria nuk mundet, futbolli jonë është krenaria me radhë dhe u mor një vendim në heshtje, 7 vjet nuk luajtë, nuk morëm pjesë më. Kështu që një lloj guximi i Loro Boriçi i jashtëzakonshëm. Pastaj alternimi. Po kjo pjesa e bluzës ta sqarojmë pak. Pjesa e bluzës është e tillë. Lojtarët kur janë futur dhomët e zhveshjes kanë marrë bluzat, mungonte bluza me numër 9. Një pikpyetje shumë e madhe se në atë kohë, në atë sistem ishte e pamundur që mos kishte rregullsi, bluzat të shkoheshin përpara. Askush nuk e din. Edhe Astrid Ziu vet u gjind. Tha numrin 4 nuk mund ta merrja dot se ishte Gzim Kasmi të mori si majt. Saba Bizi ishte me numrin 9, nuk u gjinte numri 9 në dhomët e zhveshjes, jemi një orë gjysmë para ndeshjes. Saba Bizi mori numrin 11. Atëherë u detyruam të merrja unë numrin 12, por numri 12 ishte i portierit, sepse atëherë nuk kishte ndryshuar numrat, ishin nga një dhe për fat fanella me numër 12 nuk kishte shenjë, por nuk ishte e zezë, po ishte e kuqe dhe që e ka marrun. Por ku është faza tjetër, sepse u bë kompromisi me arbitrat, me vëzhguesin e ndeshjes, që mund të luajë një lojtar me numër 12, sepse numrat ishin të gjithë nga 1-11. Dhe shikoj se si vjen historia aty, po gjithçka në argun një orë gjys para se të filloj loja, pra. Dhe Astrid Ziu ka luajtur me numrin 12. Edhe ky është një eveniment jashtëzakonisht interesant, sepse s'nothe kurrnat aq më tepër në Shqipëri, mund nothen në Hollandë, që një fanell për një arsye për tjetër, po në Shqipëri që gjërat ishin strikte të kontrolluara përpara me
rregull edhe me pasoja, sepse si ku është numri 9, si mundet pra, dhe fakti është Shqipëria ka luajtur me numrin, Astrid Ziu ka luajtur me numrin 12, dhe këtë na i sjell gazeta, na i sjell fotografia e fotografit gjerman, se edhe vetë Astrid Ziu vjen momente që vite kalojnë edhe, dhe i vjen mirë kur kujtohet ky detaj, se realisht ashtu është. Kush ka qenë tjetër personazh i veçantë asaj sfide? Ka qenë Ali Pazari. Ali Pazari, njeriu që ruante biçikletat. Për të vetmi njeri që shteti shqiptar kishte lejuar që ky të kishte një parking privat në Thonjza, ku shqiptarët, gjithë që shkonin në stadium, linin biçikletat. Edhe ai ka befasuar, sepse ishte personazh, jo vetëm gjermanët, gazetarët e ato që i shoqëronin, por edhe ekipet e tjera, hollandezët, madje të gjithë afroheshin ç'është ky njeri që ruan biçikletat në mënyrë sistematike. Ali Pazari vishej bukur, vinte një shall pak modern, fliste 2-3 fjalë çdo gjuhë, sepse ishte mësuar që të dinte një lloj komunikimi. Pastaj ndeshja. Ndeshja ka qenë një ndeshje e cila e them pak me një lloj dëshpërimi sot. Nëse do të kishte rezultat më drejt atij takimi, do ishte 0 barazim. Gjermanët kanë shënuar një gol krejt rastësor, të pamenduar edhe nga vetë ata, dhe po them që në deklaratat para ndeshjes thonin Gerd Müller që jemi të kënaqur dhe sikur të fitojmë minimalisht, se dinin vështirësinë e fushës Tiranës. Dhe kanë shënuar një gol me të madhin e Gerd Müller, që s'po flas sa kishte marrë topin e art në një edicion më parë, fituan 1-0 me një gol të tij, një gol që na befasoi, një gol që pa vëmendje lojtarëve. Ishte një goditje dënimi, pa vëmendshëm Bujarcani me Gzim Kasmin, ai përfitoi siç përfitonte, e kemi thënë një nuhat i sezonës. Ky është momenti i golit. Ky është momenti i golit, e ka ndaluar me qafë e ka ndaluar topin. Erdhi ran tokë, goditi me një herë dhe 1-0. Dhe gjermanët administruan lojën. Ka qenë një takim që dhe sot kujtohet për duelet Panayot Pano me Schnellinger. E ti që të thotë Schnellinger, apo jo, unë që i kam jetuar këta njerëz, gjithaj futbollist. Panayot Pano, Schnellinger, Saba Bizi, Overat. Pra Astrid Ziu, Vox, ngjarje, pra duelet për cilat gjermanët kur mbaroi loja janë shokuar se si mundet pra që kemi përballë një ekip të kësaj natyre. Dhe shëri ka qenë i friksuar, sepse një barazim mund t'i rrezikonte pjesëmarrjen e tyre. Dhe pas ndeshjes kanë bërë një takim në Hotel Dajti dhe janë nisur në Durrës për të kaluar një natë argëtimi në Adriatik futbollistët, sepse pati një lloj stresi edhe për ato. Vinin në një vend pak të izoluar, pa shumë informacion. Kështu që fituar morën një ndeshje 3 pikë dhe që mbas një viti morën të shpallën kampion Europe. Por, sepse morën pjesë në finalet e Belgjikës dhe u shpallën kampion Europe. Por, duke rikthyer atij 17 shkurti, si sot ka qenë e mërkur, unë më kujtohet në çdo moment ajo ditë si ka filluar. Njerëzit, berberanët, pasi që çdo lloj lokali, heshtje absolute, vetëm zërin radio që dëgjonin takimin. Unë në atë ndeshje e kam parë. Mos harrojmë, biletat ka qenë vështirësi, për gjithë se biletat jepeshin me autorizim, sportistëve vetëm 3 bileta i jepeshin, me autorizim, qendra pune, ndërmarrje, pra gjithçka ishte që administronte shteti. Biletat shitje nuk kishte dhe biletat ishin 2 fishi i çmimeve. Nëse ansorët bonin 10 lekë për ndeshjet, ishin 20, 40 dhe 60 tribuna. Mendoni kanë lojtarët ke ato dhomat e zhveshjeve të vjetra, stadiumit që Mustafa, ambienti aty vjen gjithë e Gjermani. Dhe terreni i rënd, i vështirë, arbitri ka qenë bullgar. Kujtoj që unë në atë stadium kam bilet në këmbë, sepse kishte edhe bileta në këmbë dhe pata marrë një stol që në këmbë përballë për të qenë pak më lart, sepse aplikohej diku shumë hypnin ke muri rrethuesi i Qemal Stafës, të tjerët me stola. Ajo që i ka befasuar gjermanët janë edhe 2 element. Elementi e para ishte parullat, publiciteti. Publiciteti ishte në njërin dorë kazmë, në tjetrën pushkën e me radhë në stadium, dhe tabela e rezultateve, sepse nuk kishim tabela elektronike. Elektronika është vënë në 74 në rinovimin e stadiumit. Dhe ishte tabela për drase, Republika Federale Gjermane dhe Shqipëria.
dhe i të rishte vëmendjen se dhe një punëtor që ndronte golat pra kur u bënte, dhe një pyetje bëhet që pse ishte Gjermania e para, sepse ne respektonim, nderonim të ardhurit miq, pra ishte i pari, ishte miku dhe nuk vinim kush ishte skuadra pritëse e para, skuadra pritëse. RF Gjermane dhe tabela është, po të shikosh edhe fotografinë e tabelës, është vërtet tërheqëse. Dhe më pëlqen fotografia e Panajot Panos, gjithë ky legjend. Overati hera 3 që vinte në Shqipëri. Sepse erdhi me Kölnin, erdhi me Gjermaninë e 67-s dhe erdhi edhe në 71-shin. Dhe kujtoj edhe mbathmet. Pra, në Shqipëri, në moment që Gjermania iku, u shfaq moda e ushkurve, fjalën pra ushkur, edhe po shikojmë nga Overati e morën, shumë futbollistë luanin me ushkur, u pasi një shfaqje huaj, dhe u dha urdhë që futbollistëve t'i hiqet mos lejohet asnjë nga arbitrat, sepse është një imitim i futbollit huaj, lojtarëve tuaj, pra se e kishte me 2 varse Beckenbauer ushkurin e bardhë, sa ishin shumë elegant Gjermania. Shikojnë fotografat, mjedisin, ambientin, stadiumin, pra ai 17 shkurt, jo mua, po brezin tim e rikthen në një ngjarje për te emocioneve, nuk kishte një ngjarje sportive, ka qenë një ngjarje që shumë më tepër se sa një ndeshje futbolli. Tani, edhe 2 elementë kam për të pyetur. Tani futbollistët e kombëtarës ishin të angazhuar vetëm në futboll apo Sigurisht. Jo, ishin në punë. Pra futbollistët ishin gjithë punonin në punën në shtetit dhe më të favorizuar ishin ato që kishin pesorshin. Pra aplikoj pesorshi që i befasonte të huajt, sepse mendonin që ishin gjithë sportistët, jo vetëm futbollistët, por sportistë, basketbollistë, me radhë, gjithë sportistët ishin punojnë shtetit, punonin paraditën punë dhe mësditë shkonin stërvitje, po kështu dhe lojtarët e ekipeve kombëtare. Ekipeve kombëtare ishin kur grumbulloheshin 10 ditë, po ato ishin futbollistë ekipeve të Partizanit, sot mendonin, dikush ishte mësues, dikush ishte punëtor, dikush inxhinier me radhë. Dhe ishin edhe punonin punën në shtetit, pra, dhe mbasditë shkonin stërvitje. Favori ishte se menin një pesorsh. Dhe ky i befasonte tuaj se nuk arrinin të kuptonin ç'është ky, sepse përballeshin dhe thonin, po sa keni një nivel shumë të lartë. Bravo, po profesionistë jeni. Jo, i thonin këto, nuk kemi profesionistë. Ne shkojmë në mëngjes në punë dhe mbasditën stërvitje. Nuk e besonin se kjo është një tjetër ngjarje, pastaj se si fuqishte pesorshi që i shokonte tuaj se konceptoshin dhe mendonin që cilat ishin të ardhurat, favorit që kishin, një biçikletë ishte favori që mund të kishte një sportist, sa me biçikletë shkonin në vinin të markës kineze, të markës ruse, dhe që rinin e dëgjonin, nuk e besonin se si mundet pra, që përballë kishin njerëz kaq thjesht, po shumë futbollistë mirë dhe që mundën t'i përballonin. Që mund t'i dhe me pamundësinë për dalë për të luajtur jashtë, sepse edhe ky është një tjetër, sa futbollist, sa sportist, sa basketbollist, voleybollist do të luanin në ekipet më të mira të Europës, është një pafundësi, sepse Shqipëria ka prodhuar futbollistë dhe sportistë të niveleve shumë të larta, tregojnë përballjet, kur ne vinim nga një izolim dhe përballeshim me sportin perëndimor me një lloj jo dinjiteti, me një garë rivalizuese deri në detaje, në elemente. Një ndërtosh edhe ky takim pra. Edhe shumë vite më vonë, kur fitu me Belgjikën në Tiranë, pra jemi në 84-ën, por ka ndryshuar raportet. Kurse këtu jemi në kohën kur nuk e lejonte të merrje një dhuratë, pra nuk u lejonte, nëse do të falni një top, një diçka parandeshës, nuk u lejonte të merreshim një izolim, një farë mënyre, dhe ne kemi luajtur pra me një lloj jo dinjiteti, se ky dinjitet, por me një rivalitet të jashtëzakonshëm në çdo lloj aspekti, flas në sport, në loret me dorë që nuk ishte e lehtë, se mirë në futboll, por loret me dorë kemi konkuruar Dinamo, në lojrat me dorë ka qenë skuadra që dolin në katëshën e Europës në 72-shën, të dilin në katëshën e Europës me Aston Rusin, me Kiçolenën, me Kreshnik Tartarin, me Ylli Sheun, ishte Dinamo ka luajtur në katëshën e Europës. Janë takime, di pse kam pak emocion kur i kujtoj, sepse i kemi përjetuar. Të takoj Aslan Rusin në rrugë, në bulevard, duke shetitur Agim Fagun, që dhe sot kur e takoj me emocionon se më rikthen, njeri i thjesht e shikoja në bulevard ditën e diel duke shëtitur. Pra, e di çdo thot Agim Fagu, Aslan Rusi, Panajot Pano, e gjithë, se po përmend 3 emra, për t'ju rikthyer atij brezi. Personalitetet, po t'i kishte Europa, bota, do t'i peshonin, siç edhe i kanë peshuar, i kanë kërkuar. Agim Fagu në 68-69 u thirr, të luante me All-Star Game, pra, një farë nuk e lanë çkondin për treguar. Dhe te njëri e kishte thjesht, mbaronte ndeshje nga pallati i sportit në këmbë se s'kishte as mjete. Biçikletat i linin ke Ali Pazari. Pra, edhe Ali Pazari pjesë e këtij mekanizmi. Kështu që dhe është luajtur me botën. Një takim i tillë është edhe i 17 shkurtit,
të 6-7-10 pra. Dhe më vjen mirë që kujtohet, sepse janë ca ngjarje, evenimente që duhen kujtu, jo vetëm artistike, po edhe në sport, sepse me atë ka jetonte një Shqipëri e tërë. Kanë mbajtur frymën atë ditë, pra atë ditë një blackout absolut, të gjithë me sytë të televizori, veshët e radio, nuk ka funksionuar asgjë. Të tillë kujtoj, pra as autobusat, urbanët, gjithçka. Edhe 2 minuta ko kam edhe një pyetje të shkurtër, shpresoj që mos t'jem unë gabim në këtë, po më the kur u takuam, më the që ka dhe një histori tjetër të një prej futbollistëve të kombëtarëve kjo është Gerd Mülleri. Gerd Mülleri është një histori cilën e ka treguar më vonë. Gjermanët erdhën netën 3 ditë, tant mart mërkur. Dhe është një histori, jo s'mund ta them dashurie, simpatie, njohje e Gerd Müllerit me një ndër që shërbente, pra femër që shërbente në Hotel Dajti, që i çonte për të pirë, siç porositin pra që shkonte. Dhe ky e ka treguar më vonë. Një histori që njohja me një femër shqiptare. Pra, siç not, me gjithë sportistët që shkojnë, që njihen me kamarierët, me këto, edhe ky u njoh me një atje dhe që e ka treguar pak më vonë. Por sigurisht që është më e thellë pak, nuk është vetëm se sa një simpati, është pak më e thellë njohja edhe, e ka treguar më vonë, sepse këto sportistë i ka qelluar që të kenë kontakte me shqiptarët edhe më vonë, se ne harrum një detaj, një ndër elementet kryesorë, detajet kryesore të asaj është edhe kur të nesërmen parandeshjes Beckenbauer, Müller dhe Maier dolën për të shëtitur në bulevard. 100 metra aty me Pano Lulën dhe pan monumentet e Leninit dhe Stalinit. Dhe si që ishin i kërkuar Pano Lulës që na bëj fotografi me Stalinin. Dhe ky bëri fotografinë sepse nuk e doni Stalinin, njeriu që pra me Gjermaninë historia e luftës dytë botërore, dhe kur kanë shkuar në Karlsruhe mas 3 muajve që për ndeshjen e kthimit, Elias Çeço ja dha Pano Lulë ja dha Çeços, Çeço ja ka dorëzuar në një ceremoni që u bë me rastin e 50 ndeshjeve të Beckenbauerit. U bë një ceremoni dhe ai dorëzoi fotografit që kishte bërë këtu me Stalinin. Pra, ajo është një takim me detaje pa fund. Je jashtëzakonshëm, je një repertor jashtëzakonshëm, zoti Zani. Faleminderit edhe nga ju, sepse edhe mua më duk sikur pash një film me gjithë ato histori. Realisht edhe s'ka film, çuditërisht, gjëra shumë pakta kanë ngelur nga dhe kush ka qenë fotografia që ditë të nesër me neshës mërkurën në foto fatosi u shisin fotografi 12 lek, 2 co fotografi të Gjermanisë dhe Shqipërisë. Akoma i kam ato fotografi se gjithë Tirana sulmoi për të marrë fotografi të Gjermanisë edhe të Shqipërisë. Pra, je jashtëzakonshëm Vil Zajmi, të falenderoj shumë për gjithë këto kujtime kaq të bukura dhe këtë nostalgji që na solle. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare pas pak me Marcel Rupin.